Nderuar kryetar, nderuar kolegë deputet, sa i miri njifet për humorin e tij dhe je nga të paktët brenda këtij konglomerati. Pas humorit konglomerat nuk është fjalë e keqe, dhe të paktën ti që bën humor mbaj humorin. Dhe mbas agronit, humorit cilit është me shkrim, vjen ti. Por do të bëj një sugjerim miqësor që do ta çonte gradën e inteligjencës në një nivel akoma dhe më të lartë. Mund të bësh pak humor edhe me gjendjen ku jeni ka ta ndisur tani. Dhe do të ndihmonte ty, do të ndihmonte grupin dhe do të ndihmonte gjithëkënd, sepse është mjet efikas. Aty nga marsi, teksa e kisha filluar ditën në Tropoj në Currajt e epërm, dhe pastaj me një tjetër takim në Deg, dhe pastaj shkoj për një inspektim tek disa punime që bashkia po bënte, vijova deri në kufi me Pllav Gucin për të parë dhe për të inspektuar rrugën e Çeremit. Dhe mbasi të përfundova teksa shkoja nëpërmjet Babinës në Buçaj. Dhe them të drejtën, më bëri përshtypje sepse mbas disa mandateve, mbas disa fushatave, gjëja që më bëri përshtypje në Tropoj, dhe ata njerëz meritojnë mirënjohje për hir vërtetës, nuk më kishte ndodhur më parë. Në takimet elektorale, edhe të këto fshatra që përmenda, ishin bashk edhe ata që në votonin ne, por edhe ata që nuk në votonin ne. Edhe them, ishte merit e atyre banorëve që përtej dasive dikur shumë të ashpra politike dhe me historira tragjike, bëshin bashk për dëgjuar deputetin. Dhe aty në Babin, një burr i vjetër që erdhi me makinë, më tërhoqi vërejtjen dhe më tha, e diti ku e bëjmë kolaudimin ne tropojanët? Për hir vërtetës nuk e dija. Ndërkohë, kemi qenë vetëdijshëm që kur kemi bërë reformën e përqendrimit të shërbimeve në qytetet kryesore, unë kam qenë një nga ata që ka votuar pro. I vetëdijshëm që po merrnim një masë që ishte edhe efikase, edhe eficiente, por që në Tropoj nuk kishte rezultuar e tillë. Ai burri i vjetër më tregoi se si të nesmen do nisej për në Kukës, në 100 kilometra, do bënte kolaudimin e makinës dhe pastaj do kthehesh përsëri në Tropoj. Natyrisht, gjatë darkës, teksa bëja rezumen e ditës, bëra disa telefonata, bëra disa kalkulime dhe realisht konsolidova bindjen që ishte e padrejtë që banorët e Tropojës të bëjnë 100 kilometra, që është kosto e madhe, jashtëzakonshme, qindra mijëra euro, për të kolauduar makinat në Kukës. Ndaj sot, fjala ime shkurtër, dhe shpresoj dhe uroj që i vetmi ministër ta mbaj shënim dhe ta përcjelli tek autoritetet përkatëse. Ta mbaroj fjalën. Po. Ka ardhur koha që shërbimet e kolaudimit të makinave të bëhen në Tropoj, sepse ka një veçanti. Ndryshe nga shumë zonat të tjera, dhe mësova me shumë kënaqësi që Mati për shembull e ka zgjidhur me një formulë të tillë çështjen e këtyre kostove shumë të larta. Ndaj fjala ime sot ka të bëjë pikërisht me një thirrje për qeverinë që të adresojë një orë më parë një problem të tillë
që më duket i drejtë. Ndërkohë, nderuar kolegë deputete, një herë tjetër do flas edhe për disa probleme të tjera që kanë lidhje pikërisht me shërbimet spitalore. Shumë faleminderit nderuar kolegë deputet dhe uroj dhe besoj që ministri ta mbaj shënim që kur të vim disa javë më pas të kemi marrë një përgjigje në lidhje me këtë problematikë. Faleminderit. Zoti Koreshi, replik. Faleminderit kryetar, atë replik për pjesën e inteligjencës që më tha që të rritesh inteligjencë, unë duhet të rri fshatar dhe një ushtar i thjesht i Perëndorisë Romake. Nuk po kërkoj spaleta që ndryshoj fjalimet e mia. Së dyti, me që tu hap barku shumë për ne, herë tjetër kur të vish Komision të Ligjeve të lesh libra, po të jesh i zgjuar, le lidhe për deputetet e PD-s, mos i le vetëm ata të PS-s. Diferencë e treta për sugjerimin që më dhet, merrem dhe pak me filozofi dhe për kolegët e mi, unë derm tani duke parë gjithë kolegë sy nuk kam gjetë asnjë që të vjedhi kaq shumë sa ju. Faleminderit. Zazhu pa replik me këtë, çfarë replik? Faleminderit kryetar. Në fakt, Shalci, me që se foli zoti Shalci, do ishte shumë mirë që t'i reflektonte në reformën territoriale se gjithë bashkive u keni larguar shërbimet, edhe Delvina është në ato bashki që kolaudimin e bën në Sarandë. Dhe për t'i kthyer një përgjigje parafolsit, dua t'i them që bashkia e Sarandës bën mirë që të çojë një skrep kur i kërkojnë ndihmë banorët e Çukës, ndërkohë që i përmbyten magazinat me misër dhe me prodhime bujqësore. Bën mirë të jetë në dispozicion të njerëzve, sepse kjo është shumë patriotike. Bën shumë mirë të kuptojnë që patriotizmi nuk është vetëm një ditë në vit, kur ke festën e pavarësisë. Patriotizmi duhet të jetë 365 ditë dhe duhet të jetë me akte. Kjo që i mungon mazhorancës, se përkundrazi e ka zëvendësuar të 364 ditë në vjedhje dhe vetëm një ditë kujtohet që janë patriot edhe kanë për nderuar flamurin. Dhe të harroj që mund të bëjë agjendën e opozitës, dhe të harroj që mund të përcaktoj se kush janë përfaqësuesit e opozitës, sepse punonjësit e bashkisë nuk do të jenë kurrë dhe nuk janë kurrë përfaqësues Partisë Demokratike dhe të opozitës, dhe të harroj që opozita shqiptare do të varet nga agjendat e një bashkie apo një qeverie. Ne e nderojmë flamurin me akte dhe 365 ditë vitit. Faleminderit. Zonja Ledina Lolli, përgatitet zoti Bledjan Albati. I nderuar zoti kryetar, të nderuar kolegë deputet, në fakt kjo është një seancë e cila i dedikohet halleve dhe problematikave të shqiptarëve, por kjo majorancë nuk përfaqëson as pak shqiptarët, problemet dhe hallet e tyre, por vetëm interesat e oligarkëve të lidhur me interesat e klaneve të krimit, të trafiqeve